Doktor Avni, të gjithë të ftuarit kam qefty pse kanë zgjedh drejtimin e tyre profesional. Në këtë rast pse zgjodhët jo urologjin? Ai shqoni çdo mjek, pasi ta mbaroj fakultetin, ka synim edhe specializimin. Dëshira ime më është me ka qenë të bëhem oftalmolog. Mirë po në vitin 99, me njëra pas luftës, prindi ndjeri pat një smundje të rëndë të mërfshikës urinare, edhe pastaj gjatë trajtimit tim me qenë se përfundoj keq, mbjetoj vetëm se 6 muaj, atëherë më lindi pasionin që të marrë këtë drejtim dhe të ndihmoj njerëzve sa më shumë. Duke pas parasysh se kisha atë një gjenjen e humbjes prindit ishte në moshë 3, 62 vjeçar, edhe zgjodha këtë profesion, të cilën me krenari e ushtroj edhe me një përkushtim shumë të madh ndaj pacientëve që vinë me çfarë do lloj patologjie. Një motivim i tillë, a ka qenë i përshtatshëm për rastet kur I ke pasur të ngjashme? Sigurisht se po. Kjo edhe ishte arsyeja që tash më herët, pse ka marrë, motivon gjithmonë sidomos me patologjinë të cilën e pat prindi, me ata persona diqysh jetoj me empati. Kështu që mundohen sa më tepër me ndihmue. Si ka qenë karriera juaj në për vite, prej fillimit e deri më tash në pika të shkurtra? Ne ishim gjeneratë të cilat mësuam shumë, sidomos për shkak situatës politike në Kosovë. Unë ka filluar fakultetin mjekësisë në vitin 1986. Dhe fatmirësisht që të 2 vite kemi gëzuar të mirë prej 88-ës, si filluam greva e minatorëve, 89-ën marrja e autonomisë Kosovës, 90-ën dëbimi profesorëve nga qendra klinike universitare, gjithsesi nga fakulteti I mjekësisë, ne mbetëm në rrugë. Pastaj kush si mundi, dikush shkoi në perëndim, dikush në Kroaci. Ne një grup I studentëve shkuam në Sarajevo, edhe atje filloi lufta, u kthyem, do thënë kanë qenë vite shumë vështira. Kështu që deri sa mbaroi lufta, karriera jonë ishte shumë e dëmtuar dhe nuk mundeshim të prosperonim ashtu ku kishim synimin. Mi po fal luftës së famshme tonën, do që kësë në krye me faktorin ndërkombëtar, lirimin e Kosovës, na u kthym në institucionet aty ku kishim vendin. Me qenë se unë pata diplomu vitin 1997, edhe me njerë fillum pastaj në u qelën rrugë, të u qelën dritaret për me fillum atutje karrierën, duke filluar nga specializimi e deri tash në karrierën të cilin ende duke e ngritë. Nëse do e përshkruni karrierën tuaj profesionale me një fjalë, cila do ishte ajo? Karriera ime ishte e vështirë, por e meritueshme, edhe cila po jep rezultate, po jep është e frytshme. Dhe kisha përfundu kështu me edhe. Po cila ka qenë ajo shpreja që, si themi, e keni nisë ditën ose javën me të? A keni ndonjë shprehje apo thjesht e keni rutinë të përcaktuar? Shikoni, rutinë, sidomos për profesionin tonë si mjek. Rutina dihet, zgjohesh herët, kthehesh mbrëmje vonë. Duke pas parasysh se njerëzit lypin ndim, del edhe një kafe ndoshta me e pi, kur nuk je I qetë parasysh se njerëzit kanë brenga, kanë halle, pyesin për një analizë ose për një diagnozë. Kështu që rutina jonë, thënë drejtën, ne vetëm se në gjumë kur jemi të qetë, se përndryshe non stop jemi aktiv, ose tash me këto telefonat ta dërgon një mesazh dikush, kërkon një ndihmë, kërkon një sugjerim, një këshill, një përgjigje, një termin, e ku ta di unë, prandaj kur nuk jemi të qetë.